Shumë selam. Së bashku me djalin tuaj me dëmtime. Po. Dolet me njerës apo dëgjuat zhurma? Unë jam ylli misar me qaj. Linë dhe banos për fshatin Ahmet Dias, sot Dios. Nuk kam pasur asnjëherë trazira në fshat. Nuk kam pasur asnjë nga të rres, as unë as vitemi. Djalim ka qenë emigrant që nga viti 1997, Greqi, Itali, sot është në Gjermani. Erdhi për pushime. U gëzova shumë që më rri djali. Djali çdo darkë vinte tek i vaj në një lokal që aty është fshati te shkolla. Atje rrin aty 3 orë, atje vinte në shtëpi dhe aty erdhi. Unë kisha rënë poshtë, se unë bje qik shpejt. A jere në qik më vonë, era rreth orës 11. Miki thote, në kohën që në këtë orë u fikën dritat në shtëpinë time. U fikën dritat edhe hapi ta kështu. Në këtë kohë dëgjoj se Altin më thot gruaja, tha mua thirrën djali tha, "Kreu, çato jetë." Kur u ngrita, unë djalin e pash të shtrirë pa ndjenja fare dhe po e qillonin me shkelma në koka dhe po i kishin hipur mbi trup duke shtypur. Po se sa e qyshe tek nuk i pash. Ishte errësirë. Unë ishe errësirë, unë edhe me syze me zisho, jo pas syze nuk shoh. Megjithatë, i rash djalë për sipër dhe për tita, s'kisha çat bënja. Logjike, i rash për sipër me qëllim që vetëm vrizin vizim mua mos ta shuata. Në këtë kohë me qëllojnë dhe mua. Fort, u lava në gjak, por nuk rash. Një i vdekur. Vuajnja televizja djalin, nuk e lvizja do. E shëran shumë, në atë. U friksuat. Droja u rrim. Jo nusja e djalit madh. Erdhi me vrat, me pa ato, shu e rat fikfale. Erdhi djali madh, ishe duke ngrem bukë. Se pashke, edhe i buri ulërimën. Tunë shkun fa, i vdekur. Ishtë vdekur, troq. Pa ndjenja. Pa ndjenja. Bile, sikur mos kisha dalë unë, nuk të ishtë gjallë sot. Dola unë, i rash për sipër atje, që sa shkel me nga unë i dru, edhe. Ju dëgjuat ndonjë fjalë që ju thanë? Si gjë nuk dëgjova fare hiç. Fare hiç. Djalin e pashtë të pothuajse largozot të vdekur për jashtë, gjaku lum, se edhe mirë të dhe një qik ujtë, se aty mund të shtëpisë. Ja shu e kam derën. Edhe vujtë për ta ngritur. Me një fjalë pasi dolët ju, bashortja juaj, fëmijët e tjerë, atëherë Kisha u për larguan? tjetër grua kisha vetëm. Ai më qelloi mua edhe ikën ata. Ikën. Gjatë njofët njeri dhe a ishi Unë në jo, uniforma policie? unë jo, nuk njoh as njeri. Ishi në uniforma policie? Nuk njoh thash, as njeri. Jo, vetëm personi i fundit që më qelloi mua. Se për dita kështu, për e qape. Herë më qelloi mua edhe më e preku dora mua në një gjup, si që ka i sotri aty. Më shkau dora kështu. Unë nuk e ho dora për të mbajtur re. Se maja do të rënde, ishte tigre. Edhe i ku ka që erdhen, pasaj erdhen që kushëriri me gjithë të birin e vamusa me zje shkullën djallin e hoqën të vartje, pëtën që i brena, i bim telefonit pasaj për policine, për ambulancën e. Erdhi policia me njerë? Me thënë të drejten, nuk erdhen si duhet me njerë. Edhe ja thash atë, ja nuk erdhen, si që vjen policia, rufet, se cakrën vjos e 7 minuta. E 25 km, 26 km sa e duke disa e hyet, në një sa e fjeri mene, e vjosën, gjatja është. Pas sa kohë është? A ikëm ne. Ikëm ne, se kur kanë vajtër gjorë. Pra juve ju sollën në spital, Po, me njerë? në ambulancë këtu. Erdhëm këtu pasaj, morë djalin i bëna ekzaminime, si e thonë, më morë dhe mua, më qep, këtu. Ju keni dëmtime në kokë? Në vetëm në kokë. Vetëm në kokë. Vetëm në kokë, te nuk kam dëmtime. Çfarë kërkoni ju sot? Drejtësi, se mua me shuar gjithë familja. Gjithë familja.
Ty që brana në shtëpi, gjithë, unë I kam të vdekur njerëzit në shtëpi. Janë të shokuar. Po të shokuar, sa të po tash, më falni se edhe moshatar jam, nuk duroj dot. Telefoni im është marrë me vete. Unë atë telefon nuk e gjej. Sot s'ka vajtur edhe policia atje po e kërkon atë telefon, por nuk po e gjej. Dhe e logjikshme është që e kanë marrë këta. Se mua s'ka kush më merr tjetër në shtëpi. Po like ka, unë kam 3-4 muaj. Në Facebook? Atëherë ndodheni këtu në repartin e kirurgjisë në Spitalin e Fierit. Çfarë ka ndodhur? Mbrëm në orën 11 natës e kam qenë te një lokal I fshat dhe rreth orës 11 kam arritur në shtëpi. Në shtëpi po kur isha te lokali faktikisht ka ardhur një mesazh kërcënues për një like në Facebook. Edhe nga ai ka qenë nga një bashkëshatar im, që ai sot është komandant grupja, diçka e tillë këtu në Fier me forcat e Renea. Like-in ju kujt e keni bërë? Motrës së tij në Facebook. Dhe në orën 11 që kam arritur në shtëpi, jam fikur dritat vetëm të shtëpisë time dhe unë jam thirrur në emër për të dalë jashtë. Tani kuptojmë diçka, porta e madhe që kemi neve në fshat, me portën kryesore të shtëpisë ka një distancë diku te 50-60 metra. Ai më ka thirrur te porta e shtëpisë, jo te porta poshtë. Dhe unë dola se për momentin nuk e prisja, mendova se ishte vllai. Dal jashtë. Çfarë thoshte mesazhi? Mesazhi thoshte që nuk e di me kë e pleksur. Dhe unë dal në derë, aty më qellojnë direkt, pa një pa dy, edhe më përsërit ato të mesazhit. Një person? E ishin njëjti person. Vetëm një? Jo, ishin të paktën 3 persona. Ishte, edhe pse ishte errësirë, po nga kapjet të identifikoni? Nga tjerët jo, vetëm këtia, edhe këte vetëm nga zeri. Ata më kanë qelluar pa mëshirë duket ajo, faktikisht edhe nuk është me grush se këto janë qarje o levo, nuk e di. Edhe më kanë rrëzuar për tokë pa ndjenjë. Tani, për qoftë edhe qoftë se unë jam gabim se ka dhe falje, në qoftë për një like në, apo edhe një, si thonë, një koment, ka dhe falje. Po që të arri në një fazë të tillë të më bëj mua për spital, plus babajnë tim. Baba juaj doli me njerëz apo dëgjoi? Doli se dëgjoj zhurma. Mirë më gjeti mua të shtrirë atje në tokë, i shedhur sipër meje të më mbronte mua, I qellojnë edhe babajnë, e kanë çarë në kokë duket. Aty mund ta shikoni. Si ka mundësi një person I tillë, vetëm se është komandant grupi, ka ardhur me shokët. Kur ne fare mirë mund të ishim ulur diku dhe të kishim pi një kafe, ta kishim sqaruar. Ju njiheni më parë? Keni patur ndonjë kontradita? Jo, asnjëherë. Bile unë kam punuar në shtëpi atyre. Kemi pasur marrëdhënie të mira. Unë nuk e kuptoj. Për mua është një surprizë që ky person ka arritur në këtë gradë. Pra sipas jush nuk ka asgjë tjetër përveç se këtij motivi kaq. Nuk ka asgjë tjetër. Të dobët? Nuk ka asgjë tjetër. Një apel. Si e ka emrin? Fredi Astrid Lamaj. Atëherë në momentin e parë vetëm ju ka goditur dhe nuk ju ka kërkuar asnjë sqarim. Më ka thënë të njëjtat gjëra siç ishin në mesazh. Nuk e di me kë e pleksur edhe diçka tjetër që s'mund ta them. Megjithëse pasaj çfarë bët? Unë kam rënë pa ndjenja, kur ndjeva unë kisha ardhur ky kushuriri me djalin, kisha ardhur ambulanca, edhe më morën krah kofshë, më kanë sjell këtu në Fier. Këtu më morën faktikisht, bën ato kontroll, edhe jam në këtë gjendje që jam tani. Çfarë kërkoni ju? Unë kërkoj që kjo mos përsëritet më, edhe dua të drejtën time shkelur prona, ka ardhur policia deri brenda. Ose tash ata nuk thanë që jemi policia. Po kanë ardhur ta persona deri te dera. Po fal, kanë qenë të veshur? Me uniformë? Në errësirë, u fikën e ke parasysh kur je në një moment brenda në shtëpi.
Rreth çfarë ore? Ka drita, orës 11 i natës. Ka drita. Dhe në moment të fiken dritat, ju e kuptoni që të jetë turbull, nuk dallon dot asgjë. Unë këtë person e kam dalluar vetëm nga Azeri kur dola jashtë. Se më tha që tani do ta marrësh vesh ta më ke e pleksu. Tani ju kërkuat falje pikëparë në mënyrë njerëzore për ndoshta një koment që Unë i thash atij, motra jote është e madhe, nuk është e vogël. Ajo mund të më thotë Altin të lutem më bezdis, stop. Ka mbaruar ai. Mund të ta dim cili ka qenë më konkretisht komenti që ju keni bërë? Koment e ke parasysh i bërë shumë e bukur. Një kompliment. Kompliment.